Shikoni largë si shikon Zoti, mos u friksoni, mos u friksoni. E atëherë, jeta e krishterë nuk është një jetë për me jetua në frikë duke pritur diçka katastrofike që na bie në kohë. Nuk është kjo shpirti e një krishter i vërtet. Krishter i vërtet është një njeriu që shkon në këtë dedë që ka vale të mershen, po lundron në këtë dedë. Lundron pa frikë e duke orientuar anin e vetë në drejtimin e Krishtit. E si është kjo lundrimi? Lundrimi është që nuk duke jetuar me frika e armën, por duke jetuar plotësisht koha që jemi duke jetuar në këtë moment. I pranishëm është dimensioni që kemi në dorë e në të cili jetojmë e të cili kemi mundësi për me jepë një kontributin tonë.